Lodhja ka mërzitur fort. Kam jamojt. Hasbie Ibrahimi nga Obiliqi, e cila është nënvetushyese, i është shtuar një hall i madh që një javë. Kanalizimi i bllokuar jashtë objektit ku banon ka bërë që në banesë t'i shpërthejnë ujërat e zeza përmes guacës dhe ujëmbledhësit të dyshemes. Këto o problemi, se pe këtu shi del ujt, pe atje shi del ujt, pe këtu shi del ujt. Dalin betorinat, bosat e betorinat që janë ato në kanalizime, gjithë shka. Jetesa në ato kushte me aromë të tmerrshme ja ka rënduar psiqikën. Ajo ka dertin për vajzën e saj se mund të sëmurët pasi që një javë po flan me dritare hapur që të largohet era keqe. Po ka qenë në të natë me derë qelë komplet. Qika plejton e ku më rujtë si rejtar. Se këto poshtë mënet me hi gjithë shka moca, po ku ta djone. Qika planon e me derë qelë se era të mytë. Jo mënu me pastreva t'i hova. Unë e pastraj dalin tjerat. Unë e hjeku ata uj, del tjetërit. Se njëherë po shkan shumë aty o rrite ujet ma shumë. Ajo madje është detyruar dhe në ora 2 të mëngjesit të pastroj banjon e ndotur pasi ujërat e zeza kishin shpërthyer deri në korridor. Sa shmoj e pastroj del tjetërit. I dje që një kojshike qëtorëm ka një mu busat banjot të bojlera që i kanë pastru, i kanë gjuhu. Ata parë që bëhet i bojlera, i kanë gjuhu në kanalizim, krejt mu cupa më kanë orë mrena. Thatë që edhe djashtë korridorit. Deri ka e kumë pos, plot, deri ka, sa të mund del. Hasbia e cila jeton vetë me të bijën me një social, thotë se është diskriminuar nga shteti. Shqetësimet e saj adresuar tek Drejtoria e Shërbimeve Publike në Obiliq dhe dega e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit nuk janë marrë parasysh, kështu thotë shtetërja. Që 6 ditë kjo është katastrofë, kjo diskriminim. Një nënve të shi se këta ishtë du shteti me morë mos herët. E ju më mlanë këtë gjendje mu. A morë për ta. Ju më detyru edhe në polici me shku, më kanë thonë nësë kemë bajnë kërgjë me këta. Kanë bajnë se mund me morë masa një dhanë presion zyrtarve që janë kompetent për qitë punë. E kjo së është normale. Bo diskriminim. Se këtu përshkam veç me njëpsi, ndryshe jo. Ki njëpsi përshtan, s'ki njëpsi, të të po të i dhe kështë ta zga dorën. Komuna Obiliqit ishin të njoftuar për rastin, madje i than Kiksit se kjo është kompetencë e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit dhe se intervenimi do të bëhet gjatë këtyre ditëve. Nuk ka asnjë lloj diskriminimi apo anashkalimi nga ana e zyrtarëve komunal. Edhe për problemin të cilën ajo është e ka njoftuar organet komunale, po edhe kompaninë Ujësjellësi, atëherë nuk e di në arsyen pse nuk kanë ardhur ndaj ekipet të Ujësjellësit për debllokimin e atij rrjetit të kanalizimit. A jeni interesuar ju që a kanë ndërhyrë? Po, e kena edhe të faktuar që i kem kërkuar disa herë nga ata që të dalin edhe të intervenojnë në këtë rast, po edhe në raste të tjera. Për rastin konkret, KRU Prishtina treguan se bllokimi është i brendshëm dhe kanë ndërhyrë aq sa kanë mundur. Sa i përket bllokimit të kanalizimit, shërbimi i kanalizatorëve ka qenë dhe bllokimi është i brendshëm, gjë që nuk na takon neve. Megjithatë janë munduar të bëjnë zgjidhje dhe për momentin është intervenuar. Rastet e brendshme nuk janë përgjegjësi e KRU Prishtinës. Vetëm 2 orë pasi Keks Kosova kishte vizituar zonjën një fjalë, zyrtarët komunal dhe ata të KRU-s kishin shkuar për të pastruar kanalizimin, procedurë kjo që nuk ishte zgjatur më shumë se 30 minuta. Madje zonjës ishte thënë nga ata se nuk ka qenë e nevojshme që kjo të bëhet mediatike. Keks Kosova të nesërman shkoi tek shtëpia e Hasbis. Mirë po sa ishim aty, uji filloi të dilte përsëri nga banjo. Pika e porë më thanë s'ke pos nevoj me thirë gazetar se na kishë morë masa. është përderi sa u banën 6 ditë, mu së mlatë hapësirë tjetër veç me gazetar njërë. Kjo është pika e parë. Pika e dytë e mure në pastrunë dhe shku.
Qytetarja nga Obiliqi është e papunë dhe varet nga sociali, andaj ajo nuk mund të përballojë të athëras një hidraulik për t'ja rregulluar këtë problem.